Askush nuk e priste këtë paraqitje kaq elegante. Në prag të festës së Bajramit, një pamje po bën xhiro në rrjeteve sociale dhe ka marrë gjithë vëmendjen dhe këtë herë, syt janë tek reja e Remzie Osmani. Gëzimja, e njohur për publikun si reja e këngëtares së dashur Remzie Osmani, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, edhe pse nuk është ndër figurat më aktive të estradës. Ajo ka ndërtuar një audiencë të madhe në rrjetet sociale, sidomos në Instagram, ku ndjekësit e saj mezi presin çdo paraqitje të re. Edhe pse nuk ekspozohet shpesh si disa nga rejat e tjera të showbizit, çdo postim i saj arrin të marrë vëmendje të menjëhershme. Së fundmi, për festën e Bajramit, Gëzimja është kujdesur deri në detaj për paraqitjen e saj. E veshur me një fustan plot stil dhe elegancë, ajo ka shkëlqyer në çdo aspekt, nga kombinimi i ngjyrave deri te finesa që e karakterizon. Pamja e saj është komentuar gjerësisht nga ndjekësit, të cilët nuk kanë kursyer komplimentet për elegancën dhe shijen e saj të veçantë. Nuk ka dyshim se me këtë paraqitje, Gëzimja jo vetëm që ka ndezur rrjetin, por edhe do t'ja bëj zemrën mal Remzie Osmani, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë dhe krenarinë familjare që i bashkon.